Shkolla Gjok Shqiptari figuron në listën e shkollave që zhvillojnë akte të shumta bamirësie. Nxënësit e kësaj shkolle kanë realizuar një akt solidariteti duke ndihmuar një familje e cila humbi shtëpinë nga zjarri. Ne ofruam ushqime, veshmbathje dhe ndihma financiare. Shkolla Gjok Shqiptari ndodhet në Pogradec dhe është një shkollë 9 vjeçare e njohur për veprimtari bamirëse dhe dhurimin e mjeteve shkollore për nxënësit në nevojë. Nxënësit e saj promovojnë vlera si respekti, mirësjellja dhe pastërtia. Në këtë shkollë kanë punuar mësues të përkushtuar, të njohur për disiplinë dhe dashurinë ndaj arsimit. Gjok Pjetër Shqiptari ka lindur në pleshisht të Mokrës së Sipërme. Ai shpërndante libra për të përhapur gjuhën shqipe në rrethin e Pogradecit. Ai u kap në vitin 1908 dhe u doqi gjallë në një grop gëlqëreje nga armiqtë e shtetit shqiptar. Si nderim për punën e paçmueshme të bërë aso kohë, sot shkolla jonë mban emrin e tij. Shkolla Gjok Shqiptari është e njohur për organizimin e shumë aktiviteteve që e bëjnë jetën shkollore më të gjallë dhe më të afërt me komunitetin. Çdo vit zhvillohen aktivitete kulturore, sportive dhe letrare, si dita e leximit, ditët e sportit, panajër, konkurse të diturisë dhe orë të hapura kushtuar figurave të shuara shqiptare. Nxënësit marrin pjesë në konkurse të organizuara nga Drejtoria Arsimore dhe Ministria e Arsimit, ku kanë fituar çmime për recitime, piktura dhe projekte edukative. Këto iniciativa kanë për qëllim të zhvillojnë krijimtarinë, përgjegjësinë dhe dashurinë për dijen tek fëmijët, ndërsa mësuesit përpiqen çdo ditë të krijojnë një mjedis të ngrohtë, motivues dhe bashkëkohor për të nxënën. Një veçori tjetër që e bën të dallueshme këtë shkollë është lidhja e saj e fortë me qytetin dhe natyrën. Duke qenë në Pogradec, një qytet i njohur për liçenin, ajrin e pastër dhe gjelbërimin e përhershëm, ambienti i jashtëm ndikon pozitivisht në frymën e nxënësve. Shpesh zhvillohen mësime në natyrë, ekspozita me vizatime të frymëzuara nga peizazhet e liçenit, apo edhe projekte mjedisore ku fëmijët mësojnë për rëndësinë e mbrojtjes së natyrës. Këto veprimtari forcojnë lidhjen e shkollës me jetën qytetare dhe edukojnë të brezat e rinj dashurinë për Pogradecin dhe mjedisin që i rrethon. Edhe në periudhat e vështira, si ajo e mësimit në distancë gjatë pandemisë, shkolla Gjok Shqiptari tregoi përkushtim dhe aftësi për shtatjeje. Nxënësit dhe mësuesit vazhduan mësimin online, organizuan recitime dhe lexime virtuale, duke dëshmuar se dashuria për arsimin nuk ndalet as përballë sfidave. Ky përkushtim e ka bërë shkollën një shembull pozitiv për institucionet e tjera arsimore të qytetit dhe më gjerë. Sot, shkolla Gjok Shqiptari mbetet një nga krenaritë e Pogradecit, jo vetëm për arritjet akademike, por edhe për rolin që luan në formimin moral dhe kulturor të nxënësve. Ajo edukon breza me ndjenja dhe dashurie, respekt për traditën, dashuri për librin dhe dëshirë për përparim. Me një staf të përkushtuar mësimor dhe me nxënës plot energji e pasion, shkolla vazhdon të jetë një vend ku dijet mbillen me kujdes dhe ku çdo fëmijë mëson të ëndërrojë dhe të ndërtojë të ardhmen e tij me dinjitet e besim. Në shumë prej përshkrimeve historike të arsimit në Pogradec, përmendet fakti se hapja e shkollës shqipe në Pogradec më 14 mars 1887 ishte një moment i rëndësishëm. Ishte vetëm një javë më pas se shkolla shqipe në Korçë dhe kështu Pogradeci u bë vendi ku arsimi në gjuhën shqipe filloi relativisht herët. Por ajo që e bën këtë fakt edhe më të veçantë është se në burime theksohet se përhapja e shkollës shqipe në Pogradec nuk ishte vetëm çështje e hapjes së një institucioni, por e përfshirjes së komunitetit, edhe musliman, edhe ortodoks, në të, duke ndërprerë në atë kohë ndarjet e forta fetare dhe etnike për të zgjuar të drejtën për të mësuar në gjuhën shqipe. Pra, kur themi kuriozitet, është ky, që në vitin 1887, në një qytet si Pogradeci, nxënës të komuniteteve të ndryshme fetare u ulën për krah njëri tjetrit në një mësonjëtore ku mësimi jepej në gjuhën shqipe. Një veprim që në atë kohë ishte jo vetëm arsimor, por edhe patriotik dhe shoqëror. Në qytetin e bukur të Pogradecit, bus liçenit që pasqyron ditën e mëngjesit dhe ngjyrat e maleve përreth, qëndron një ndër institucionet më të rëndësishme arsimore të zonës, shkolla Gjok Shqiptari. Kjo shkollë nuk është thjesht një godin ku zhvillohen mësime, por një vend ku edukohen breza të tërë me dashuri për dijen, për vendin, për vlerat njerëzore. Ajo është krenari e qytetit dhe një qendër e rëndësishme e zhvillimit arsimor e kulturor në Pogradec. Shkolla Gjok Shqiptari mban emrin e një figure të nderuar të arsimit dhe patriotizmit shqiptar. Emri i saj përçon mesazhin e sakrificës, përkushtimit dhe dashurisë për atë dheun. Gjok Shqiptari ka qenë një mësues i përkushtuar dhe një burr që i ka shërbyer me nder arsimit kombëtar.
Ai përfaqëson shpirtin e mësuesit të vërtetë, që punon për të ndricuar mendjet e brezave të rinj dhe për të ruajtur gjuhën dhe kulturën shqiptare. Pikërisht për këtë arsye, shkolla që mban emrin e tij është kthyer në një simbol të krenarisë pogradecare dhe të përkushtimit ndaj dijes. Në këtë shkollë, çdo ditë nis me zhurmën e gëzueshme të nxënësve që hyjnë në obor me çantat në shpinë dhe me buzëqeshjen e një dite të re plot dije. Këtu, mësuesit janë shembuj të përkushtimit dhe dashurisë për punën e tyre. Ata jo vetëm mësojnë lëndët mësimore, por edhe edukojnë me vlera morale, me respekt dhe me ndjenjë përgjegjësie. Çdo klas është një vend ku ndërtohet e ardhmja, ku fëmijët mësojnë të mendojnë, të krijojnë dhe të ëndërrojnë. Shkolla Gjoks Shqiptari është e njohur për disiplinën, për organizimin dhe për nivelin e lartë të mësimdhënies. Ajo ka arritur rezultate të shkëlqyera në olimpiada, konkurse letrare, sportive dhe artistike. Nxënësit e saj kanë treguar gjithmonë përkushtim dhe dëshirë për të qenë më të mirët, duke përfaqësuar me dinjitet emrin e shkollës dhe të qytetit të tyre. Kjo tregon se puna e mësuesve dhe mbështetja e prindërve nuk shkon kurrë dëm.